Në qytetin e Korçës ka nisur puna për zbatimin e projektit madhor strategjik të qendrës së madhe të eventeve. Kryeministri Edi Rama u shpreh se kjo qendër me ndikim në ekonominë lokale do të përfshijë hapësira moderne për aktivitete kulturore, artistike dhe sociale, si dhe infrastrukturë për koncerte e festivale me përmasa të mëdha në mjedise të hapura dhe të mbyllura, ndërsa ka ndarë në rrjetet sociale edhe pamjet nga puna në kantierin për ndërtimin e kësaj qendre në Korçë. Ky projekt do të financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe pritet të shtojë qytetit të Korçës një qendër të madhe kulturore, turistike dhe festive me ndikim të madh në ekonominë lokale. Qendra e madhe e eventeve do të përfshijë gjithashtu hapësira për kampera dhe parkim, si dhe ambiente të ndryshme për të realizuar studio të industrive të ndryshme kreative. Ajo po ndërtohet në zonën e ish-vaskave të peshkut, zonë e cila do të kthehet në një qendër dinamike dhe funksionale për gjatë gjithë muajve të vitit, unike në llojin e saj në Shqipëri edhe më gjerë.